Moti jo stabil dhe aktiviteti ciklonik me qendër mbi Turqi, që përfshiu territorin e Maqedonisë gjatë 2 ditëve të fundit dhe lokalisht solli mot të lig. Gradualisht po dobësohet kurse paqëndrueshmëria atmosferike po zvoglohet. Megjithatë, dhe të njëjtën dhe të premten, në orët e pasdites do të zhvillohen bërthama lokale konvektive me stuhi, të cilat lokalisht pritet të sjellin rreshje të shkurtra shiu, bubullima dhe erë të përforcuar. Moti do të mbetet i ngrohtë me temperatura që do të lëvizin nga 27 deri në 36 gradë Celsius. Gjatë pasdites dhe mbrëmjes së dieshme, në shumë vende të Maqedonisë u zhvilluan bërthama konvektive me stuhi të cilat sollën rreshje intensive shiu, bubullima dhe erë të fuqishme. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë stuhi shiu dhe breshëri në disa zona të vendit. Për shkak të energjisë së madhe në atmosferë, lokalisht pati procese intensive atmosferike dhe mot të ligë të shoqëruar me rreshje të dendura shiu, erë të fortë, shkarkime të shpeshta elektrike dhe paraqitje lokale të breshërit. Sipas meteorologëve, vera e vitit 2026 do t'jetë dukshëm më e ngrohtë në Maqedoni, rreth 2 gradë mbi mesataren shumë vjeçare. Gjatë kësaj vere do të jemi dëshmitar të valeve të shpeshta dhe ekstreme të nxehtësisë nga Afrika, të cilat do të shkaktojnë temperatura shumë të larta të ajrit, që në shumicën e rasteve do të kalojnë 35 gradë Celsius. Ndryshe, më 24 korrik 2007 në Maqedoni u regjistrua temperatura më e lartë që nga fillimi i matjeve meteorologjike. Rekordi u shënua në Demirkapi, ku u matën 45.7 gradë Celsius. Duhet theksuar se nuk ka vend për panik, pasi nuk bëhet fjalë për një fenomen të pazakontë për stinën e verës. Temperaturat shumë të larta gjatë verës janë një dukuri normale në Maqedoni. Ka ndodhur edhe në të kaluarën dhe do të vazhdojnë të ndodhin edhe në të ardhmen.